Mirëmëngjes. Sot do doja të ndaja me ju një situatë të çuditshme dhe pak të vështirë në të cilën u ndodha të enjtën e kaluar. Nga Facebooku u njofa me një kërkesë të një grupi qytetarësh që nga kërkesa, duke sigurisht një grup i madh qytetarësh, të cilët kundërshtonin ndërtimin e një kulle 6 metraqe afër shkollës Emin Duraku, shumë pranë saj. Dhe ata ftonin të gjithë, përse pari kandidatët për deputet, por të gjithë njerëzit që ishin të interesuar të mbështesnin ata në protestën e tyre kundër kësaj lejëdhënie shumë preferenciale dhe shumë problematike për pronësitë e tyre. Ata banonin në pallatet e rreth një sheshi i cili ishte kthyer një shesh ndërtimi. Deri pak kohë më parë, javë më parë, ishte një parkim ku ata parkonin makinën dhe papritur ishin gjendur në një situatë shumë të vështirë, sepse ishte dhënë një leje ndërtimi për ndërtimin e një kulle 6 metraqe. Të jemi sinqert, unë nuk është se jam shumë nga këta aktivistët që shkojnë në mbrojtje të drejtave të njerëzve të tjerë, pa grupeve specifike. Personalisht mendoj, si djathtë që jam, që çështjet zgjidhen në gjykatë. Çështjet që ti ndjen individualisht apo në grup, ndjen që është bërë një padrejtësi kundrejt pronës tënde, ose që dëmtojnë pronën tënde, duhen çuar në gjykatë, them unë. Por disa, më shumë se 2-3 kandidatë për deputet, më ftuan dhe unë shkova. Përveç se kisha parë, me thënë drejtë, më përpara këtë kërkesë. Shkova dhe të shikoja, dhe kjo është edhe çudia, që aty ishin mbledhur, pa themi 10-15 banorë, është e tepruar, është një shifër e tepruar, nuk ishte njëri. Gjes më duk sikur më shumë ishin ja 3-4 kandidatë për deputet. Por jo shumë njerëz, unë mendoja se do ishte shumë njerëz, por vajta te vend ngjarja, pash policinë, kishte shumë policë që mbronin atë kantierin e ndërtuar, në kuptimin kantier, ne e quajmë atë gardhin e ndërtuar që mos hynte njeri në kantier, ai quhet kantier. Por jo njerëz, më thanë pastaj që është çik më poshtë, ishin në një lokal vajta, në vend të na çonin atje para policëve të dera e kantierit, na ngjitën në katë të një pallati, në terracën e një pallati për të parë që si ishte sheshi ndërtimi dhe që realisht atje nuk mund të ndërtohej. Dhe ajo që pashun ishte vërtet ashtu siç thoshin ata. Ata kishin frikë se mos edhe nga shkuarja në një thellësi 15 metra nën tokë, për ndërtimin e 4 kateve nën tokë, ndoshta edhe më tepër, 4 kate nën tokë, ndoshta 20 metra, të paktën 20 metra, rreth 20 metra nën tokë, mund t'u jepte atyre një goditje që prodhonte çarje në goditjen që rrezikonte me fjalë edhe pronësinë në kuptimin fizik të fjalës, jo vetëm pronësinë në kuptimin ekonomik të fjalës, që gjithsesi do të dëmtojë, është e sigurt. Për të mos u zgjatur, aty kishte 2 gazetarë, një e syrit një nga këto iniciativat e reja, tip portali, i cilët kërkonin një intervistë nga unë si urbanist dhe unë ja dhash atë intervistë. Ata më pyetën pse, të 2 gazetarët, më pyetën pse mendon që është një gabim dhënia e kësaj kullës në kuptimin urbanistik, dhe unë i thash. U thash atë që them shpesh në raste të tilla, por që rasti është pak më i komplikuar, sepse i gjendet pranë një shkolle, që nga vitet që ku ka lindur urbanistika në përballë, por veçanërisht në Shqipëri, që nga ligji i vjetër
i 93-shit, në ligj i cili ishte ligj i parë në një sistem demokratik, pra kishte iniciativë të lirë, ndërtimet afër shkollave kushtëzohen me një distancë urbanistike, me shumë çka, por me një distancë, përveç të tjera, një distancë urbanistike rreth 1.5 herë lartësinë e godinës më të lartë, që 6 metë kate i bi shumë më tepër se sa 50 metra, i bie që godina ose fasada e godinës së re të ndërtuar duhet të ishte larg shkollës të paktën 75 metra, gjë që aty nuk i kishte, bilet shumë më pak ishte gati ngjitur me kufirin rrethues të shkollës, me një mur që kornizonte oborin e shkollës. Por nuk ishte ky problemi Problemi që unë çova atje ishte më i thellë, më shumë se sa thjesht distanca urbanistike. Ka të bëjë me një nga karakteristikat thelbësore të qeverisjes Rama, e cili është koncentrimi i gjërave, i pushtetit, qoftë ai ekonomik, qoftë ai politik, dhe këtu kemi të dyja. Koncentrimi i pushtetit politik në lejedhënie është skandaloz. Ne jemi vetëm një vend në botë nëpërmjet të cilit një kryeministër, në këtë rast kryeministri Rama, ka të drejtë me ligj të shkeli ligjin. Sipas një neni specifik në ligj, por edhe dispozita tjera të akteve nënligjore, kryeministri si kryetari KKT-s mund të japi leje të ndryshme nga çfarë përcakton plani. Në këtë rast plani i Tiranës. Ajo si zonë ishte me 7 kate, por kryeministri si kryetari KKT-s ka të drejtë të japi dhe në këtë rast ku mbi 16 kate, pra të shkeli planin e përgjithshëm rregullues të Tiranës. Dhe kështu është për gjithë Tiranën. Nëse ju shikoni ato kulla kudo nëpër Tiranë, jeni shumë sigurt që lartësia maksimale e katit të lejuar sipas planit të përgjithshëm rregullues të Tiranës është 9, dhe i bie që çdo ndërtesë mbi 9 kate në Tiranë është në kundërshtim me planin. Atëherë për çfarë bëjmë planin kur dikush pas ka pushtet? Si Orwell do na sqaronte këtë, të gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë se të tjerë. Pra të gjithë kryetarët e bashkisë duhet t'i japin lejet e ndërtimit sipas planit, përveç kryeministrit që mund të i kaloj planin. Pra, në rastin konkret, zona ishte vetëm me 7 kate, ai kishte dhënë 16. Pra, koncentrim i pushtetit politik. Por kemi dhe koncentrim të pushtetit ekonomik. Sepse në thelb, çfarë është atje ajo kulla? Ajo kulla është koncentrimi të drejtave të zhvillimit të një zone të caktuar. Koncentrim do thotë grupim, bërje bashkë. Pra në një shesh që ishte 1500 metra katror, do ndërtohej një kull me gjurmë 980 metra, lexova aty, metra katror, e cila do ishten plot 16 kate mbi tokë dhe 4 kate në tokë. Nuk e di sa i bie totali në metra katror totali ndërtuar, por gjithsesi kjo shifër përkthehet në njerëz. Dhe këtu vim te një koncentrim tjetër, por që nuk ka lidhje me urbanistikën, koncentrimi i banorëve në njësinë e sipërfaqeve, ne e quajmë densitet. Dhe sikurse e kemi prekur edhe herë tjetër, një nga instrumentet më të rëndësishëm të planifikimit urban dhe territorial është kapaciteti maksimal mbajtës. Do thotë në një zonë të caktuar, në një sipërfaqe të caktuar, mund të jetojnë ose të ushtrojnë aktivitet jetësor një numër i caktuar banorësh. Nëse ti e tejkalon këtë, lagja, nëse është lagje, bloku, nëse është blok, kompleksi, nëse është kompleksi, bie jo në kuptimin fizik, që për rastin edhe mund të ndodhi, por në kuptimin urbanistik të fjalës. Njerëzit atje nuk jetojnë dot më. Dhe kjo është ajo që do ndodhi. Pra do koncentrohet volumi ndërtimor, të drejtat e zhvillimit që mund të ishin shpërndarë në shumë pronar, dhe ky është një problem tjetër shumë i madh i Tiranës urbane, të cilën ne do ta prekim një ditë tjetër. Por me të gjitha këto pallatet edhe që rrethuese, por edhe nxënësit aty,
e shkollës Emin Duraku, jo vetëm që nuk do ushtrojnë aktivitete normalisht, por do jenë aq të sfarcuar sa ç'është akoma më shumë se ç'është gjithë Tirana, ku jemi të gjithë në luftë me njëri tjetrin. Pse jemi në luftë me njëri tjetrin? Sepse s'kemi hapësirë, jemi gërvishemi me njëri tjetrin, fërkohemi me njëri tjetrin, përplasemi me njëri tjetrin në të gjitha aktivitetet urbane të jetës, të përditshme, po që kanë dimension urban. Ky ishte problemi im dhe për ta mbyllur, fal Zotit, pas intervistës time, banorët u çuan në kafeja, që ishte ngjitur me vendin ku unë dash intervistën, pas me një kandidate për deputete, erdhën aty dhe filluan, po si duket i pëlqeu ajo që unë dola publikisht dhe fola, dhe filluan pasikjes time edhe u përfshin pash në televizor që kishin dhënë edhe intervista. Por u tmerrova kur aty mund të ishin të paktën në kuptimin tim 2-3 mijë banorë, është një grup i qartë, më shumë se sa një grup banimi, me pallate dhe me objekte të tjera shërbimi, të cilët kishin përfaqësues në protestë vetëm 20-30 veta. U çudita dhe freksova. A kanë vërtet frikë këta njerëz apo çfarë? Nuk e di. Këtu e mbyllim për sot, flasim nesër me kismet, do thoshte një lindor